Ky është Seladini, i cili kujdeset për mbashtrimin e peshkut. Këtu ka mbashtruar trofta, e cila mund të konsiderohet si trofta me egër e lumit, sepse nga që rritet në lartësinë mbi 800 metra që kultivohet pra këtu, mesarrisht. Thuaj se është e egër, pavarësisht se edhe ushqehet normalisht. Këtu janë qumra në mira ndoshta. Kush do le të vinte të provojë sepse ka një shije të papar. Është rritur në këtë lartësi mbi nivelin e detit, por që janë dhe ujat freskëta, ujat pastra, që e bëjnë akoma më të shijshëm mishin e peshkut. Këtu është fshati Qarrisht, ka një histori për strehimin e ebrejve, ka në vitet 44, ku përndishin nga nazistët. Jo vetëm këtë histori, po ka edhe shumë resurse, cilat janë resurse natyrore, sepse ndodhet brenda parkut kombëtar të Shebenikut. Ja, më lart mund të shikojmë edhe parkun e Shebenikut, malin e Shebenikut, më falni, i cili akoma nuk është mbuluar me borë, presim që të bjerë i borë tani. Por që ky fshat ka vlerat më dha natyrore, ndodhet mes pyjeve të ahut, bredhit, pishës, dhe krijohet një klim shumë e mirë, sidomos për njerëzit që kanë probleme shëndetësore ose edhe për të çlodhur, për të pushuar. Është një fshat i mrekullueshëm. Këtu mund të gjeni edhe mikpritjen e këtyre banorëve, të cilët janë shumë të dashur me njerëzit civil, sepse rrallë i shohin, sidomos turistët e huaj gjen një mikpritje fantastike me gatimet kryesisht tradicionale, pra çdo gjë është bio. Ne themi bio me plot gojën sepse përdoren thujse të gjitha plerat organike, pra nuk përdoren plera kimike në kultivimin sidomos të perimeve. Gjithashtu edhe mishi është shumë i freskët, sepse frekuentohet kullot alpine. Kullot alpine kanë me mira bim, të cilat konsumohen nga këto, sidomos nga blegtoria, nga delet, dhe normalisht përfitohet një qumësh dhe një bynmet i shkëlqyer. Kështu që mos hezitoni të vini ta vizitoni Qarrishtin. Qarrishta është një fshat, siç e thash, më lart, është me vlera, si në kulturë, natyrë, traditë, çdo gjë mund ta gjeni. Por edhe këtë peshkun ta shijoni, sepse është vërtet mund themi një peshk thuajse natyral, sepse rritet në një lartësi prej 800 metra me nivelin e detit, 900 metra, dhe ujat janë tepër të freskëta dhe tepër të pastërta. Këtu kam edhe Seladinin, pra i cili është mbashtuesi i peshkut, pa i troftës but. Është njëri shumë mikpritës, është dashamirës për vizitorët, për turistët, për këtë do. Ai jo vetëm që kujdeset shumë mirë për mbashtrimin e peshkut, por edhe është i gatshëm të udhëheqë turistët edhe në përshtigjet e parkut, pra këtu në Qarrisht. Gjithashtu njeh shumë mirë historinë vendase, mbi faktën për historinë e hebrejve dhe të fshatit Qarrisht, ku është kriju fshati Qarrisht. Gjithashtu ka një bujtinë të vogël këtu, e cila është e gatshme, domethënë, sidomos për gatime tradicionale, kryesisht edhe me porosi, sepse normalisht Seladini dhe bashkëshorët e ati merren edhe me punë tjera, kështu që duhet me i lajmëroj ditë para, dhe çdo gjë është gati këtu në Qarrisht. Keni të gjitha të mirat këtu, ke edhe malin përballë, ai është mali i Mirakut, pra që kufizon edhe me faqet e lëmuame, me krastën, matan. Pra është një peizazh i mrekullueshëm natyror që vërtet ja vlen të çlodhesh një fundjavë, por gjithmonë duhet komunikuar me telefon me Seladinin, sepse Seladini është ai që përgjigjet këtu në këtë fshat, edhe për shkak sepse është kryetari i fshatit, ka 2 punë njerëz. Pra, por e njeh shumë mirë, domethënë, vendin, historinë, shtigjet. Gjithashtu, siç e thash, është një mikprit shumë i mirë. Pra ndjeni të sigurt me çdo gjë.
Ju falenderit. Edhe një herë ku kemi këtu malin e Shebenigut, që akoma nuk është zbarur nga dbora, po shumë shpejt. Sikur ka ardhur, do vi shumë shpejt dimri. Pa jemi në nëntor, kështu që do të kemi rrethet e para të dorës në këtë zonë. Ja, shikoni çfarë ujë derdhet aty që krijohet dhe oksigjeni për peshkun. Pa nëse nuk është ky ujë, nuk kishte mundësi për të kultivuar ky peshk. Çdo gjë është e mrekullueshme, e koordinuar dhe është organizuar shumë mirë.